Një krim tronditës ndodhi këtë të premte në fshatin Vidhisht të Roskovecit, ku një 35 vjeçar qelloi për vdekje babain e ish bashkëjetueses së tij dhe plagosi nënën e saj. Më pas, Iriun Ertil Buzi mori me forcë vajzën 24 vjeçare Rosalinda Plaku, duke u larguar nga banesa. Ngjarja erdhi pas një konflikti ku autori kishte mësuar se e reja do të fejojë së shpejti. Pas debatit me fjalë, 35 vjeçari përdori një armë gjahu duke lënë të vdekur në vend Kosta Plakun, 58 vjeç, dhe duke plagosur rënd Bejlere Plakun, 55 vjeçe. Pas krimit, ai mori peng ish partneren dhe u largua me automjet në fshatin Kurjan. Pas lokalizimit, forcat e Reneas dhe ato të policisë rrethuan agresorin dhe nisën negociatat, pasi ai kërcënoi se do të vriste veten dhe ishte dashurën, të cilën e mbante peng. Fal negociatave u bëj mundur lirimi i vajzës që mbahej peng në automjet. Ai u transportua menjëherë në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Jemi në kushtet që jemi në largësi të autorit për shkak të negociatave dhe distancës së mbajtur në lidhje me perimetrin e sigurisë për të bërë të mundur që edhe dorëzimin e autorit për të përndaluar, siç e përmenda, dhe pjesën e një ngjarje tjetër. Në përpjekjet për të bindur autorin janë bashkuar edhe prindrit e tij, të cilët e kanë telefonuar me qëllim që ai të dorëzohet sa më shpejt. Ndërkohë, familjarët e vajzës thanë se i dëgjuan të shtonat, por nuk dolën jashtë pasi autori i kishte kërcënuar se do t'i vriste të gjithë. Vetëm zhurum e bërtishin brenda, nuk vadin qikonin brenda, se nuk vinim dot ne s'kishim armë. Ku do vinim me atia? Ai thoshte hadni se do vras gjithë. Hadni të vras gjithë. Unë ku do vim? Me policia ka armë bas 1 orë. Djeva krismën në orën 5 mëngjesit ishim gjumë gjithë dhe krismën e parë u çova në gjumë dhe dolan direkt në balkon në katin e dytë dhe pas që po krijosh zhurmë në shtëpi Xhaxhaj. Pastaj djeva krismën e dytë, prava kishte zhurmë, bie policia sa hapte telefonin, ngrihesh as policia asgjë. Kjo ngjarje është, do të thënë, pa lajmëruar disa herë. Ata thonë gjithashtu se Iriu e ka kërcënuar edhe më herët vajzën, jo vetëm në fshat, por edhe në Tiranë, ku ajo studion për infermiere. Çfarë problemi kishte vajza? Po probleme si çift, kanë qenë lidhur, e ndar. Kjo situatë sot. Atëherë gjitha është për ndarjen e vajzës. Kjo është lajmëruar kushte disa herë, ka qenë edhe me kërcënime, ka kërcënuar edhe në Tiranë vajzën duke punuar atje. Edhe në Tiranë kishte dalë me pistolet atje. Ndeti ca kohë në burg. Pastaj arrest shtëpie. Ai arrest shtëpie ditë të gjithë një. Kishte probleme 3 herë, është arrestuar, futur brenda dhe 3 herë ka dalë. Ushtronte dhunë, kërcënonte çfarë? Po, ai vadi në Tiranë para ca muajsh me armë, ishte lodër, ishte kështu e morën futur brenda 1 muaj, mbas 1 muaj nduan prapë. Për kërcënimet e vazhdueshme, autori i krimit ishte shoqëruar dhe arrestuar më parë nga policia, por konflikti me familjen e vajzës kishte vijuar pas zgjidhje, derisa përfundoi në vrasje.